Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Këto janë 5 gabimet që bëjnë gratë mbi 50 vjeç kur lyejnë flokët. Lyerja e flokëve mund t'ju emocionojë pasi në fund të fundit ju po merrni një pamje kryesisht të re. Pavarësisht nëse do të bëni një ombre delikate ose të lyeni flokët rozë ose blu, gjërat mund të bëhen pak të ndërlikuara kur e bëni atë për herë të parë. Flokët e pa lyer, ashtu quajtur flokët që nuk janë trajtuar kurrë më parë, kanë nevojë për shumë kujdes nëse jeni duke i lyer. Këto janë 5 gjëra që patjetër duhet i keni parasysh përpara se të filloni të udhëtoni në ndryshimin e ngjyrës së flokëve. Zgjidhni gjithmonë ngjyrën e flokut me mençuri. Nëse keni marrë tashmë vendimet për të lyer flokët tuaj, por nuk jeni të sigurt për çfarë ngjyre dëshironi, është gjithmonë më mirë të shkoni me një ngjyrë më të errët sesa me një ngjyrë më të çelur ose më të ndritshme. Kur shkoni për një ngjyrë të errët, përfundoni duke depozituar ngjyrën në vend që ta hiqni atë. Zbardhja është një proces shumë i ashpër dhe kërkon kimikate më të forta, për shembull zbardhues. Theksimet bjonde duhet të shkëlqejnë, por nëse i lyeni flokët për herë të parë, është më mirë të shkoni edhe te theksi karamel ose diçka e ngjashme. Mos i lani flokët përpara se të shkoni për t'i lyer. Është krejtësisht mirë nëse flokët tuaj janë të ndotur kur shkoni në sallone për të lyer flokun tuaj. Stilisti juaj nuk do t'ju gjykojë. Arsyeja pse këshillohet të mos i lani flokët menjëherë përpara se t'i lyeni është pasi ato mbetje të shampos mund të reagojnë me ngjyrën e flokut, gjë që rezulton në djegjen e kokës. Merrni një trajtim pasi të keni lyer flokët nëse rekomandon stilisti juaj. Nëse parukerja juaj sugjeron të bëni një trajtim flokësh menjëherë pasi t'i keni lyer flokët, mos nxitoni të supozoni se është një dredhi për t'ju bërë të shpenzoni disa para më shumë. Në fund të fundit, stilisti juaj i flokut është profesionist dhe ata e dinë se çfarë është më e mira për ju. Një trajtim i flokëve do i bëjë flokët tuaj më pak të prirur ndaj dëmtimit, pasi do të ndihmojë që të riktheni edhe pjesën e ushqyerjes të tyre. Mos i zbusni flokët sapo i keni lyer. Është më mirë të prisni disa ditë pas ngjyrosjes së flokut për t'i zbutur. Kjo është nëse nuk i keni zbardhur flokët. Flokët e pazbardhur dhe të lyer që vinë në kontakt me zbutjen shumë shpejt kanë në tendencën të zbehen. Zbutja e flokëve tuaj një herë në javë pasi t'i keni lyer është zgjidhja juaj më e mirë pasi do të siguroheni që ngjyra juaj do të duket e freskët për aq kohë sa të jetë e mundur. Kaloni në produktet që mbrojnë ngjyrat e flokut. Ju ndoshta keni pyetur vetë në të gjitha ato shampo dhe kondicioner miqësor me ngjyra funksionore ose jo. Lajmi i mirë është se të gjitha ato e bëjnë. Këto shampo dhe zbutës që mbrojnë bojën janë shumë më të butë sesa shampo dhe zbutësit e zakonshëm dhe gjithashtu kanë në të gjitha acidet yndyrore të nevojshme që lejojnë të ruajnë më mirë edhe ngjyrën tuaj të flokut. Lyerja e flokut është një nga veprimet që ndihmon për të pastruar dhe për të ndryshuar pamjen e jashtme. E rëndësishme është që boja të qëndrojë sa më gjatë dhe të kujdeseni që të mos bëni gabime që ndikojnë në shpërndarjen e shpejtë të bojës. Gjithashtu, pas largimit të ditëve të verës, ekspozimi i lëkurës suaj ndaj të ftohtit është më i arritshëm. Prandaj, për ndryshimin e ngjyrës së flokut, duhet të tregojeni të kujdesshëm dhe të siguroheni të mos bëni këto gabime. Mos i lani flokët menjëherë ditën që i keni lyer. Prisni të paktën deri në 72 orë. Prisni deri në 3 ditë që shtresa e kutikulave të mbyllet plotësisht dhe të përthithin molekulat e bojës. Mos i lani flokët më shpesh se 2 javë. Armiku më i keq kundër bojës së flokut është uji. Pasi t'i keni larë me shampo flokët, lini që uji të rrjedhë vetëm për disa minuta në flok dhe jo për shumë gjatë. Uji i nxehtë dëmton shtresën e jashtme të kutikulës e kjo është një nga arsyet më të zakonshme që lidhet me zbehjen e ngjyrës. Sa më i nxehtë të jetë uji që shplani flokët, aq më shpejt do të zbehet ngjyra. Përdorni gjithmonë një balsam pasi flokët e lyer me shumë gjasa janë më të brishtë dhe më të thatë. Balsami ndihmon në krijimin e një pengese mbrojtëse e cila mund të pengojë ngjyrën tuaj të shplahet më shpejt. Thajini mirë me peshqir para se të përdorni tharsen e flokëve. Aplikoni gjithmonë një spray kundër nxehtësisë para se të përdorni mjetet e nxehta si pjastra, masha dhe stilimi i flokut.
E fundit, por jo më pak e rëndësishme për shëndetin e flokut tuaj, siguroni të kaloni 6 javë nga lyerja para se të lini një takim tjetër në sallonin e bukurisë. Ndjekja e këtyre hapave do ta keni më të lehtë që të mbroni ngjyrën e flokut dhe të siguroni gjithashtu një mbrojtje më të theksuar të tyre. Kështu do ta keni më të lehtë edhe të përmirësoni dukjen tuaj. Boja ka filluar të dalë, thonjë të po rriten qimet gjithashtu. Disa hapa të cilat duhet t'i bëni gjatë gjithë vitit për të mbrojtur flokun tuaj. Hapi i parë, mos i lani flokut 2 ditë para se t'i lyeni. Skalpi duhet jetë i yndyrshëm sepse vetëm kështu vepron si një barierë kundër ndonjë irritimi të mundshëm. Hapi i dytë, bëni një test të vogël duke lyer vetëm një pjesë të flokut. Kjo do ju kursejë kohë dhe gjithashtu do të shikoni ndryshime në teksturë. Sa më i holl floku, aq më shpejt do ju bindet ngjyra e re. Lexoni dhe rilexoni këshillat që shkruhen në kutinë e bojës dhe mos i evitoni ato si pa gjë të keq. Filloni të lyeni rreth 2 cm larg nga skalpi dhe pastaj kaloni te fundet e flokut. Pasi të ketë mbaruar në tokë, ktheuni tek rrënja. Gjithashtu është e rëndësishme që të shkoni te profesionisti her pas here për të patur edhe rezultate më të mira. Por ka edhe disa mënyra të cilat do ju ndihmojnë që të mos gaboni në kushte shtëpie. Në shumë raste femrat realizojnë ngjyrosje në kushte shtëpie, duke mos ju drejtuar qendrave të specializuara për këtë procese. E nëse flokët tuaj nuk i besoni dot te një paruker ose për shumë arsye, atëherë duhet të tregoni kujdes gjatë realizimit të kësaj pune në shtëpi. Me blerjen e bojrave ju mund të arrini pa problem rezultate profesionale dhe të kurseni kohë dhe para. Por kjo nuk do të thotë se kësaj detyre nuk duhet t'i qaseni seriozisht. Këto janë gabimet më të zakonshme që i bëjnë femrat kur është fjala për ngjyrosjen e flokëve, të cilat duhet të tregoni edhe më shumë vëmendje. E përhapni ngjyrën gabim. Përveç se nëse bëhet fjala për ngjyrosjen e parë të flokut, ju nuk mundeni që thjesht vetëm ta shpërndani ngjyrën si të dëshironi. Madje edhe aplikimi një trajçëmi ngjyrës është një veprim i gabuar sepse në flok që nuk janë trajtuar me ngjyrë, ngjyra mund të qëndrojë më gjatë. Së pari aplikojeni ngjyrën në pjesën më afër majës së kokës, prisni 10 minuta dhe më pas e aplikoni në të gjithë gjatësinë. Nëse gjithmonë ngjyrosni flokun me të njëjtën ngjyrë, mund të ndryshoni dhe vetëm rrënjën. Nuanca e gabuar që sjell rezultate katastrofike. Kjo është veçanërisht e vërtet për vajzat bjonde ose ato që duan flok të kuqe. Nuk ka rëndësi që të tentojnë në pakon e ngjyrës të duken të mrekullueshme në ngjyrën e verdhë, me rëndësi është se të reagojë ngjyra juaj në kontakt me flokun tuaj. Nëse doni rezultate të mira dhe jo flok të gjelbër ose një ngjyrë të verdhë si veza, pra ngjyrosni në shtëpi dhe konsultohuni me parukerin për bojen më të mirë. Ngjyrosja në shtëpi. Mos thoni që vërtet nuk mund të ndaloni 50 minuta për të ngjyrosur flokun si duhet. Femrat shpesh e lënë ngjyrosjen në shtëpi për moment të fundit, gjë që sigurisht çon në rezultate shumë të dobta. Nëse nuk keni kohë që të ngjyrosni flokun si duhet, atëherë atë ditë mos i ngjyrosni fare. I haroni fytyrën dhe qafën. Të gjitha femrat që ngjyrosin flokët e tyre me ngjyrë kafe ose të zezë, me siguri të paktën disa herë janë ballafaquar me këto probleme. Ngjyra ka dalë mirë, por njollat në vesh, në qafë dhe në ball nuk hiqen me ditë të tëra. Për të shmangur këtë, kurse si mos harroni të lyeni flokun përgjatë skajeve të flokut me ndonjë krem më të yndyrshëm ose me vazelinë. Kështu do ta keni më të lehtë të mbroni lëkurën tuaj dhe gjithashtu të siguroni edhe një zgjidhje më të mirë për mbrojtjen e lëkurës. Asnjëherë mos blini vetëm një paketë. Nëse keni flok të gjatë ose të trashë, kjo është e panegociueshme. Blini një kuti shtesë gjithmonë të bojës suaj për të evituar gjithashtu edhe harxhimin e saj në momentet e fundit. Kështu do ju kursejë më shumë mund dhe më shumë nerva dhe do të keni një ngjyrosje më të mirë të flokut tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.